Drejtori shqiptar për datën 23 mars 2025 parashikohet të përshkohet nga një moti i paqëndrueshëm. Sipas parashikimeve pritet një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era pritet të fryjë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 15 metra për sekond, çka do të bëjë të krijojë ndallgëzime 2 deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 10 deri në 15 gradë Celsius, Kukës 9 deri në 17 gradë, Peshkopi 8 deri në 11 gradë Celsius, Tiranë 11 deri në 17 gradë, Durrës 9 deri në 17 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 18 gradë, Elbasan 9 deri në 16 gradë, Berat 11 deri në 16 gradë Celsius, Korç 6 deri në 15 gradë, Vlorë 10 deri në 16 gradë Celsius, Gjirokastër 6 deri në 9 gradë, Sarandë 9 deri në 14 gradë Celsius,